أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falendrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut të madhëruar. Lavdia dhe bekimi i tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë i thartë e tij. Një derë prej dyerve të mirësisë, të cilën nga e cila duhet të përfitojmë, sidomos në muajin e Ramazanit, është shoqërimi me njerëz të mirë. Duhet të përmirësojmë vetveten në këtë aspekt, në përzgjedhjen e shoqërisë, në afrimin dhe shoqërimin me njerëz të mirë dhe largimin nga shoqëria e keqe. Për arsye se një faktor shumë i rëndësishëm i stabilizimit në fe është shoqërimi me besimtarë të devotshëm, shoqërimi me njerëz të edukuar dhe me njerëz të mirë, të cilët e ndihmojnë besimtarin që të mbrohet nga devimi, nga mëkatet, nga lajthitjet e ndryshme në rrugën e tij drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Të shohim se çka thuhet në Kur'an për këtë vepër të mirë, më thonë shoqërimi me njerëzit e mirë. Është shumë më rëndësi. Prandaj edhe kemi zgjedhur që në mesin e këtyre temave të Ramazanit të flasim edhe për këtë temë dhe të jetë, më thonë, ky Ramazan një piknisje për besimtarin që të përmirësoj vetveten e tij në aspektin e shokëve ose shoqërisë me të cilën ai qëndron dhe kalon një pjesë të kohës së tij. Sepse siç thash, më thonë, shoqëria ka një rol shumë të rëndësishëm në formimin e personalitetit të njeriu dhe në veprat dhe në kahjet të cilat i merr njeriu në jetën e kësaj bote. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka urdhëruar që qëndrojmë me njerëzit e devotshëm, të cilët e lutin Allahun subhanahu wa taala në mëngjes dhe mbrëmje, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Kahf: "Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya wa la tuti' من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا." Që thot, bën durim me ata të cilët e lutin Allahun mëngjes dhe mbrëmje, e të cilët e bëjnë këtë për hir të Allahut subhanahu wa taala, për ta pa Allahun subhanahu wa taala ditën e Kiametit. Thot Allah, mos i hiq syt nga këta njerëz, të cilët e lutin Allah. Dhe ti të kërkosh të mirat e kësaj dunjaje, sepse shumë njerëz nuk mund, nëse nuk janë të edukuar, nuk mund të durojnë të qëndrojnë me njerëz të mirë. Ndoshta janë mësuar që të shoqërohen me njerëz të dunjas, me epsharak, me njerëz të degeneruar, dhe nuk është edhe aq e lehtë të qëndrosh me besimtarë të mirë. Thot Allah: "Wasbir nafsaka." Disiplino vetveten tënde dhe edukoje vetveten tënde që të rrish dhe të qëndrosh me ata të cilët e lutin Allahun mëngjes dhe mbrëmje. Dhe mos i hiq syt prej tyre, duke dashur stolitë e kësaj bote, të mirat e kësaj bote, zbukurimet e kësaj bote. Mos u largo prej njerëzve të mirë. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina." Mos shko pas atij zemra e të cilit është në gaflet, nuk e përkujton Allahun. Mos e ndëgjat i cili është në gaflet dhe nuk e përkujton Allahun subhanahu wa taala. Dhe ai i cili wattaba'a hawahu, dhe ai i cili e ndjek dhe e adhuron epshin e tij, për arsye se puna e tij ka përfunduar, ka mbaruar për së keq sigurisht. Thëmë me këtë ajet kuranor Allahu subhanahu wa taala na urdhon që qëndrojmë me njerëz të mirë, sepse
siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu me ata që shoqërohet, ashtu edhe do të jetë si ata. Nëse shoqërohesh me të mirët, do të jesh i mirë. Nëse shoqërohesh me njerëzit e këqij dhe të degeneruar, do të jesh sikurse ata, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Njeriu është në fenë e shokut të tij. Le të shikoj secili prej ju se me cilin shoqërohet. Shiko se me cilin shoqërohesh. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Që thot, mos u shoqëro përveç se me besimtarin. Mos u shoqëro përveç se me besimtarin dhe të mos e haj ushqimin tënd përveç se njeriu të devotshëm. Shumë interesant është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu ka përmend ushqimin. Thot mos u ushqe me dikan, mos e haj ushqimin tënd, mos e fto në sofrën tënde, mos u ul të ushqesh vetëm se njeriu në devotshëm. A thua vallë pse? Çka është urtësia e kësaj? Urtësia e kësaj fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se kur të ushqehesh së bashku me dikën, kur të hash dhe ngrënia së bashku në shoqërim me dikant, shkakton afrimin dhe dashurinë dhe lidhjen me afrohesh me dikant. Nëse edhe zakonisht njerëzit për shembull e përmendin, thonë kemi hangër bukë bashk, jemi ushqyer bashk, e kam pas në sofër, më ka ftuar në shtëpinë e tij për të ushqyer, i përmendin këto ndonjëherë kur ndodhin prishje të raporteve për të potencuar këtë gjë, se kur të ushqehesh me ndonjërin së bashku, kur të ulesh në sofër me dikën së bashku, kjo shkakton një lloj afrie dhe një lloj dashurie, domethënë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka parandaluar besimtarin që të mos ushqehet, mos e ftoj dhe të mos ftohet, domethënë vetëm se nga njeriu i devotshëm, vetëm për të theksuar rëndësinë e madhe e shoqërisë së mirë, shoqërisë së devotshme, shoqërisë e cila kur gabon për shembull të përmirëson, kur i sheh ata të përkujtojnë Allahun subhanahu wa taala, kur i sheh ata të përkujtojnë ahiretin, kur i sheh ata për shembull veprimet e tyre mbushesh me energji për me bën mirë. A e keni vërejtur për shembull se kur qëndron një çast me ndonjë njerëz të devotshëm të cilin nuk e ke parë ndoshta një kohë të saktuar dhe kur kalon një pjesë të kohës me të e sheh se imani, domethënë të është përmirësuar. Për arsye se tabiati ose natyra e njeriut është e tillë që merr vjedh nga tabiatet e tjera. Njeriu është i krijuar i tillë, shpirti i njeriut, natyra njerëzore është e tillë që vjedh nga natyrat njerëzore të tjera me ata të cilët qëndron. Prandaj është shumë me rëndësi që pasi që kështu është njeriu se përfiton, merr, edhe pse ti ndoshta nuk e bën në mënyrë të vetëdijshme atë, mirëpo merr sjellje të caktuara, veprime, lëvizje të caktuara me ata me të cilët ti qëndron. Prandaj është me rëndësi që ata me të cilët ti shoqërohesh, qëndron, kalon një pjesë të kohës, më thon, ose dëfrehesh për shembull, qëndron e bën mohabet, ose nis në udhë ose në ndonjë punë, të jenë njerëz të devotshëm, të jenë njerëz të mirë të cilët do të ndihmojnë në rrugën tënde drejt Allahut subhanahu wa taala. Përndryshe, njeriu i cili nuk e zgjedh shoqërinë do të jetë shumë pishman, shumë i penduar ditën e ahiretit. Ai i cili nuk e zgjedh shoqërinë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula." Që thot ditën e kiametit zullumqari do t'i kafshoj gishtat e tij,
dhe do thot sikur të kisha ecur në rrugën e të dërguarit. Pastaj do thot mjeri unë, sikur të mos isha shoqëruar, sikur të mos e kisha pas shok të afërt filanin i cili më largoi nga përkujtimi i fes, nga Kur'ani dhe nga Suneti, pasi që unë e pata ndëgjuar Kur'anin, dhikrin Allahu subhanahu wa taala, dhe vërtet shejtani e tradhon njeriu. Kjo është një ajet kuranor me të cilin Allahu subhanahu wa taala na tërheq vërejtjen se me cilin shoqërohemi. Prandaj le të vetëdijsohemi që tani në mënyrë që të mos pendohemi atë ditë kur nuk vlen pendimi, atë ditë kur do dalim përpara Allahu të madhruar. Atë ditë është mëkat pse ndihen keqardhje, pse ishe shoqëruar me njerëz të këqij. Të qëndrosh me njerëz të mirë, edhe nëse nuk të flasin, është mjafton domethënë që të kalosh domethënë një moment pa gjunahe. Për dallim prej shoqërimit me njerëz të degeneruar, me njerëz mëkatar dhe të prishur, nga të cilët s'ke gjasa që mos me pas ndonjë të keqe, që të mos magazinosh në magazinën e veprave tua, domethënë të gjunahe. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokun e keq dhe shokun e mirë i ka përngjasuar me shitsin e erërave të mira, parfumeve dhe farkatarin. Ka thonë innama mathalul jalisi salihi wa jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir. Ka thonë pejgamberi shembulli i atij i cili shoqërohet me njeriu e mirë dhe të devotshëm, dhe shembulli i atij me të cilin shoqërohet me të këqit, o sigur se njeriu që shet parfume dhe sikur se farkëtari. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa hamilul misk, shitsi i parfumeve, ose do të lyej me parfum, ose do të blesh prej ti parfum, ose spaku do të nohatësh në erën e mirë prej ti. Imma an yahdiyaka min tibihi wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Wa nafikhul kir, kurse farkatari, ose imma an yuhriqa thiyabak, ose do të djeg rrobat, të djeg pa dashje rrobat, imma an tajida minhu rihan muntina, ose do të nuhatësh prej tij erë të keqe. Kështu është domethënë shoqëria. Prandaj le të zgjedhim të përfitojmë nga shoqëria e mirë. Nga shoqëria e cila janë sikur se parfumet, ose të lyjnë, ose spaku nuhat, domethënë prej asaj ere të mirë. Dietarët kanë përmendur se shoku i mirë duhet, nëse dëshiron ta di se cili është shoku i mirë, me cilin ose cilat janë karakteristikat dhe cilësitë e shoqërisë së mirë, kanë përmendur dietarët 5 karakteristika. E para, shoku i mirë është ai i cili është i mençur, është shoku i mirë është ai i cili ka moral të lartë, që nuk është i degeneruar, mëkatar ose e psharak, që nuk identifikohet me ndonjë lajthitje në kuptimin e fesë, me ndonjë risi, me thonë që është shtrembrim i fesë, dhe që nuk është i apasionuar mas dunjas, mas të mirave të kësaj bote, nuk është materialist, me thonë. Këto 5 cilësi, kush i plotson, atëherë me thonë, themi se shoqëria e tij është shoqëria e mirë, nga e cila do të përfitojë dhe do të jetë një derë nëpërmjet së cilës ai me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të sigurohet nga dyshimet e shejtanit, nga gjunahet, nga rrethet dhe mjediset e këqija, dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të mund të udhëtojë drejt Allahut të madhruar. Ai i cili është i marr, që është ahmak, që nuk është i mençur, thon dietarët thonë se nuk është mirë të shoqërohesh me ta, për arsye se fundi i asaj shoqërie do të jetë egërsi, do të jetë sharje, do të jetë përçarje. Prandaj ka thënë Sufjan e Thauri, ahmakun ose të marrin, veç me e shikun në fytyrë është mëkat, ose një fjalë e urtë arabe thot se shoqërimi me ahmakun, bojkotimi i shoqërisë me ahmakun, i shoqërimit me ahmakun është sikurse me prej kurban për Allahun subhanahu wa taala, po gjithashtu edhe sjellja e mirë, edhe devotshmëria, edhe
të qenit prej pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe largimi nga pasionet e ndryshme që për të mirat dhe kënaqësitë e kësaj bote, krejt këto e bën një shok, të cilin vetëm kur ta shohësh, do të mbushet zemra jote me iman dhe do të jetë një shtytës i mirë për të ecur sigurt drejt Allahut të madhëruar.